Organizata Culture Heritage About Borders Albania ka organizuar në Korç një tryezë të rrumbullakët me temën Nga sfidat e rekomandimet, forcimi i bashkëpunimit për të parandaluar trafikimin e paligjshëm të objekteve kulturore. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga Ambasada Amerikane, Çub Albania, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, institucionet e trashëgimisë kulturore dhe autoritetet lokale. Qëllimi është identifikimi i sfidave aktuale për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e hartimin e rekomandimeve për një qasje më të koordinuar në luftën kundër trafikimit të paligjshëm. Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një marrëveshje bashkëpunimi për mbrojtjen e veprave kulturore. Pjesë e kësaj marrëveshje ka edhe një grant për zbatimin e saj, nëpërmjet të cilit jemi mbështetur si organizat për të zhvilluar një projekt për rritjen e kapaciteteve të institucioneve dhe bashkëpunimit midis tyre në lidhje me luftën kundër trafikimit të objekteve trashëgimisë kulturore. Pjesë e projektit është organizimi i 4 tryezave të rrumbullakta në 4 zona qarqe të ndryshme të Shqipërisë. Për pikë së pari për të ulur bashkë gjithë institucionet, si ato të trashëgimisë kulturore, si ato të rendit e të sigurisë e të zbatimit ligjit, për të kuptuar çfarë po ndodh, cila është situata, cilat janë praktikat e punës dhe bashkëpunimit ndërmjet këtyre institucioneve, por edhe ku ngec procesi, çfarë mund të bëjmë më mirë, cilat janë ato rekomandime që këto institucione duke zbatuar punën në terren ditë për ditë mund na japin në mënyrë që në bashkëpunim institucione qendrore të mund të sjellin ndryshime të vogla ose të mëdha, por që do përmirësojnë nivelin e sigurisë së trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Tryeza zhvillohet në kuadër të projektit për rritjen e kapaciteteve të ligjit i mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ky projekt synon forcimin e bashkëpunimit kombëtar lokal për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare.